Të ndëruar dhe të respektuar vëllezër besimtar. Me të vërtet, të gjitha adhurimet në Islam meritojnë respekt, përkushtim dhe trajtim dinjitos, sepse të gjitha kanë ardhur prej Zotit të Madhërisht dhe në gjitha këto adhurime ka dobi për njeriu. Mënyra se si e presim ardhjen e muajit Ramazan tregon për vetdijen dhe shkallën e besimit, imanit që ka besimtari në Zotin e Madhërisht dhe në nështrimin ndaj tij. Muaji Ramazan meriton të pritet me gëzim, sinqeritet dhe me përgatitje shpirtërore, duke e konsideruar si shans të vetme për të ndryshuar dhe për të arritur qëllimet më të mira të jetës. Të nderuar vëllezër besimtar, në vazhdim të temës së kaluar, si ta presim muajin Ramazan dhe në mbështetje të marshit për ushtrinë shkrimtare të Kosovës, dëshiroj që sot me i thani 2-3 fjalë me shpresë se do t'ja qëlloj dhe do të zënë vend në zemrat tona. Vëllezër, si ta presim muajin Ramazan është një pyetje begje e madhe, e cila përgjigja jepet nga aspekti individual i njeriut. Njeriu është ai cili, individi është ai cili jep përgjigjen në mënyrë më të mirë të mundshme se si e pret muajin Ramazan. Vëllezër të ndershëm, muaji Ramazan është ftesë e hapur e Zotit të Madhërisht. Është një pako me vlera që Zoti i Madhërisht ja ka dedikuar njerëzimit. Dhe dikush e merr komplet këtë pako, e dikush merr diçka prej saj. E njeriu është i obliguar, i detyruar që të merr gjithçka prej të mirave që Zoti i Madhërisht ja ka dhënë. Të ndershëm vëllezër, është guxim me i thonë po ligjit e Zotit të Madhërisht. Është guxim, është vetdije me i thonë po ligjeve të Zotit të Madhërisht dhe me respektu në mënyrën më të mirë të mundshme. Sepse nëse dikush ik prej obligimeve të Zotit, ai ka ik prej Zotit. E nëse ai ka ik prej Zotit, unë jam shumë interesuar me ditë cili është opcioni i jetës. Kur të bisedoni me këto njerëz që ikin prej ligjeve të Zotit të Madhërisht, e rrjedhimisht kanë me ik prej Zotit, bëja një pyetje shumë sinqert. A ki plan qysh ki me ik prej Zotit? Cili është plani yt me ik prej përgjegjësisë para Zotit të Madhërisht? A është e mundur me ik prej Zotit? A është e mundur me ik prej gjykimit të Zotit të Madhërisht? Nëse ke vendosur me braktisë ligjin e Zotit, cili është opsioni yt? Cili? A ka ikje për veset e Zotit? A ka kthim dikun tjetër për veset e Zotit? Edhe a është e mundur që me ik përgjegjësisë para Zotit? E pa mundur. Pra vëllezër të dashur, ne nuk bim këtë kurth të mashtrimit që vjen prej shejtanit mërkum. Ne nuk ikmi për ligjeve të Zotit. Ne i mirëpresim, i trajtojmë, i shijojmë, i zbatojmë dhe përfitojmë prej tyre në këtë botë dhe në botën e përjetshme. Afrohemi te Zoti i Madhërisht dhe bëjmë përpjekje që të jemi më të mirët te Zoti i Madhërisht, sepse gjithçka që kemi këtë dunjë ka ardhur prej Zotit të Madhërisht. E dini çka do të thonë ftesë prej Zotit? Që së refuzohet? Allahu thotë në Kur'an, istajibu li rabbikum, o ju njerëz, përgjigju ftesës së Zotit të Madhërisht. Ramazani është një ftesë për Allahu xhallahu ala që ti me agjëru në mënyrën më të mirë të mundshme dhe me përfitu më të mirën të mundshme për agjërimit. Kjo është mënyra se si përgjigjemi
thirrjes së Zotit të Madhëshëm. Vëllezër, për shkak të kohës, sepse do ta përcjellim mesazh për protestë diçka. Njeriu është krijuar me ndryshu, sepse gjatë tërë vitit përfitojmë shprehi të këqija. E ato shprehi bën pengesë për realizimin e qëllimeve të jetës. Dhe e kemi vështirë me i dominua të shprehi. Një prej shansave më ideale që njeriu me reflektu dhe me ndryshu është Ramazani. Sepse agjërimi ndikon thellë në shtresat e ndërgjegjës së njeriut. Aty ku s'prek askush tjetër përveç agjërimi. Dhe bën njeriu me reflektu. Nëse na kanë pushtu, na kanë lëndu veset e këqija dhe sunilamin jetën se bote, e kemi shansën të hyjmë në këtë muaj, në këtë shkollë të madhe dhe me një farë forme ta shohim veten pasqyrë reale të jetës. Ta shohim kush jemi ne. Cilat janë objektivat e jetës tonë? Cili është roli jonë? Çfarë peshë kemi ne si njerëz? Kujt i kemi obligim këtë dunjë? Cili është roli jonë? Cilat janë detyrat tona? Kështu e matmi vetëm vetëm në Ramazan. Keni pa të dashur vëllezër se në kohën tonë bashkëkohore kjo materialja po shkatron shoqëri. Nëse çiti civilizimi bashkëkohor i vjen fundi këmbëjar përmes materiales. Nëse bota ka me marrë fund, një prej shkaqeve ka me qenë dëshira e madhe e njerëzve të pangopur për anën materiale dhe kanë me fundosur anijen me cilën qëndrojnë gjithë njerëzit. Toka është ani ku jetojnë këtë njerëz. E nëse të çmendurit e shkatrojnë këtë tokë, kanë më shkatruar neve me gjithë ta. Se ne jemi në që tokë, këtë ani jemi. Ne s'kemi planet tjetër ku zhvillojmë jetën. E krejt këtë rëmuj të dunjas se kena për shkak të egos së madhe, se njeriu s'ngopet me asgjë. Në ka thënë Resulullah çudi thot ky njeri. Edhe ka marrë një grusht me dhë dhe ka thonë barkun e bive të Ademit se ngop asgjë përveç dheu. Me kur gjas ngopet ky njeri. Prish gjithçka për të arritur qëllimet e materiales. E vjen muaj Ramazan vëllezër dhe të kallzon se ti je qenie shpirtërore. Shpirti do të më më i fortë se materia. Më e ndershme. Nuk është gjithçka materie. Nuk shijohet jeta vetëm përmes anës materiale. Jeta është dimension më i gjanë dhe ti e shijon pastaj në Ramazan dhe kupton se ka rëndësi. Çeni shembull thjesht vëllezër. Keni pa në këtë kohë kemi arrit një farë stadit çuditshëm. Edhe antarët e familjes i shohim si pare. Edhe antarët e familjes i shohim si pare. Subhanallah. Ki interes për i dikuj afrosh. Ski. Interes material. Edhe nëse meriton më afru. Kena fillu dhe fëmijëve të vegjël, sa ti qelin syt me pa jetën, mi thonë se zban ndryshe me i tunë këtë dunja vetëm i pasër. E di shkatru me dhe fëmijët. I panëm egoista. E pash në ditë një shkrim vëllezër, sa të sinqert kanë fëmija. Bajke një psikolog, sepse Zoti ka kriju njerëz natyrshëm. Ja dhan një fëmijës një copë bukë edhe dyve më larg s'ju dha. Ndërgjegja e pastër e njeriu e çoi fëmijën te ato dy tjerët. I tha merre ona bashkë. Kështu është ndërgjegja e njerëzimit. Kur është natyrshme. E kthejmë tash kundërtën. A e bëjmë të mëdhajt këtë çështje. Si shembull, se do kemi dhënë argumente psikologi, çysh lind njeriu me natyrshmëri të pastër. Me pas ndjenja, me pas mërzi, me pas pikëllim, me pas respekt. Me nda kafshatën e bukës me tjetrin. E sistemet e jetës të e vrashësu njeriu e kanë bërë që njeriu të mja marrë kafshatën e bukës prej gojës. Edhe ndoshta me vrapë. Për këtë arsye kush ik për ligjeve të Zotit, ai ka ik për Zotit. Ka ik, e ka mashtru veten, sa i suni hiç. E unë e baj shpesh këtë pyetje dhe them, veç a ke gjetë opsionin e jetës. A ke mujt me kriju një verzion, ku kime shku? Nëse ke ik për Zotit, ku kime përfundu? Ku
Kush ka më marrë me ty nëse bezoti ik? E kush ka më shpëtu nëse bezoti ik? Allahu tha kella la wazar, Kur'an. Kur se zi, ky s'ka ka ik. Ila rabbike yawma idhin al-mafar. Krejt kjo rrugë gjatë e jetës është i prutë e unë, por ta sen të kuptu. Këtë kjo jetë që jetojë me ecmi, na çon drejt takimit me Zotin e Madhrishëm. Për këtë arsye vëllezër, kjo ftesa Ramazanit është shumë e madhe. Është porosi për shtati qiell, që thot Allahu xhelle wala, o ju që keni besu, dhe e dini se një kalimtar në këtë dunja, përgjigju ftesës. Dhe ne s'kemi opcion tjetër më të mirë se sa ti themi po o Zot, kemi besu dhe me lejnë Allahut azza wa jall, me lejnë tane, kena me provu, me përfitu më të mira të mundshme për kësaj pakete të madhe që quhet muaji Ramazan. Sepse më shumë ti që përfitojmë me ne. Pra vëllezër e dashur, është muaj që mund të ndryshojmë. Ato vese këshia që i kemi shansën të përmirësohemi, sepse na kena vlerë në këtë dunja veç sa kemi ndërgjegjën e pastër. Na zvlejnë në këtë dunja sa kemi në përgjepa, po na vlejme sa kemi ndërgjegje. Na zvlejmë sa kemi në përgjepa, por na vlejmë sa kemi ndërgjegje. Njeriu ka peshë veç sa ka ndërgjegje. Ka që shpesh ati, ka që vlerë ati. Tjera gjëra në ketë, pa vlerë në raport me ndërgjegjen. E Allahu xhelle wala një mirë njeriu, për këtë arsye e ka balish agjërimin që njeriu të kalon nëpër këtë shkollë dhe ta sheh që o vëllezër, Allahu ka nderuar me shumë sene. E ti se ti pa. E ti e qeni njeri, ti do shme avancu në aspektin shpirtëror. Dhe me shiu jetën këtë jetë të shkurtër edhe me shku të Zotit i Madhrishëm, tu lanë gjurë me trajektorën e jetës. Vëllezër të ndershëm, për shkak edhe të kohës, ashtu si qeni në djeni se me 17 shkurt në ditën e përvjetorit të pavarësisë së Kosovës, organizatat e dalura nga lufta, të gjitha institucionet, populli, organizojnë një protest paqësore, argumentuese të madhe, por t'i tregu botës, e në thojza botës së padrejtë, se ushtria shqiptare e Kosovës është vlera më e madhe që ka mund të posedon këtë popull. Lufta për liri ka qenë lufta më e pastër që ka mund të njohin ligjet ndërkombëtare. Por ja që na ka sprovu Zoti me armiqsh të ndaj, dhe betejat hala si kemi përfitu, si na fitu. E kena fitu një betejë të madhe në daljen e konfliktit, por ende se kemi fitu betejën me ata të cilët s'heshtin, por vazhdojnë të njollosin çdo sakrificë që ka bërë ky popull për liri dhe pavarësi. Nuk du t'ju shes mend këtu, as ta luaj rolin e një patrioti. Po me qemi në hutbe, edhe këto fjalë kanë më regjistru për Allahu xhelle wala. Unë personalisht vëllezër, jo vetëm sot, unë personalisht kam respekt maksimal për cilin do ushtar që ka vesh uniformën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Respektin ndi gjykimi, duke mos e njoh detajet e tij, dhe e shoh me një vlerë shumë të madhe. Dhe mbi gjitha vëllezër, ne ka mësuar Islami feja se kush shkel mbi gjakun e dëshmorëve, ai ka me humb rrugën e jetës këtë botën e përjetshme. Ne nuk mund të luajmë me një sakrificë të madhe. Ne nuk mund të shkelmi mbi gjakun e tyre. Prandaj edhe sot Bashkia Islame ka muftiu i Kosovës, na jemi Efendi Tërnava, kanë shuni çarkore që të diskutojmë për këtë temë në hutbe dhe t'i themi xhamatit se të gjithë jemi UÇK, të gjithë jemi ushtarë. Të gjithë. Dhe t'ja kam thënë shumë herë dhe thamë edhe sot. Për këtë arsye vëllezër, në dunja janë dy gjana që s'matën. Madje as peshore ahiretit si matë. Ngjyrat e lapsit me cilën shun dietari, edhe pikat e gjakut dëshmorit. S'ka peshore që i matë. Përveç peshore Allahu xhelle wala. E ky popull ka dhënë shumë. Në çdo pllumb sa i toke është ujit me gjak ti populli. Dhe ato njerëz që kemi atje janë pjesë e ushtrisë.
Dhe se cili për nesh e dini këtë punë, të nisemi për familjeve, prej lagjës, prej fshatit, prej qytetit. Dhe të regon botës se në vargun e historisë, periudën më të artë të krenarisë, e kemi periudën kur është faqë shtëria shqiptare e Kosovës në skenë. Vëllezër, më kujtohet fare mirë, sepse kam qenë nxënës në shkollë të mesme. Edhe ka shkoj e sili shpesh në përmendje atë fjali, kur thojshin një pikë gjak për Kosovën. Ka që ka meritu këve një orë, nëse kemi dhanë, ki kemi në hak, e ato që kanë dhanë, ju kemi hak shumë. Prandaj do t'i tregojmë botës se nuk kemi vlerë më të madhe se kjo. Ju keni fuqi të bani çka të doni, por kur s'u keni me poshtë të vërtetën. Dhe po e them këtë me bindje të thellë në Allahun Azza wa Jall. Sa Allahu ka thënë në Kur'an, e unë do t'i forcoj, do t'i bëj lider ata cilët kanë luftuar rrugën e Allahut Xhella wala. Dhe ne kemi me qenë lider të këtë trojeve, sepse këtu kemi lind me lenë Allahut Azza wa Jall. Këtë tokë s'e ka dhënë kurkush, tu e kemi gjetë. Edhe këtu sërë të lip nevoja, kina me dhanë më shtrajnë të mundshme. Sa herë. Në shpesojmë të Zotin Madrishe që më të postëritit kur më luftë. Po se nëse dikush në troket në derë, vallahi që s'ka Zot për veshtina, do të në banë derë nëse ne japë me ljetën për vendin tonë. Se kështu në kam su libri Allahu që ndëvala. Dhe krenaria më e madhë që kjo. E dini vëllezër e dashur që të gjithë kanë me përjetu rrugën prej vdekës deri në urë siratit. E përjetojnë rënë. I vetëm ai i cili se përjeton hiç është dëshmori. Ai cili ka ra për lirinë e vendit vet. E s'mundemi ne për shkak të mashtrimeve të shumta dhe aspektit material të ntekët ati piskajt botës dhe të lumë me ndjene tona. Dhe të mendon se na kemi rënë gjumë. Nëse kemi dhanë lufta sociale, nëse është puna, nëse do të me gjikojmë vetë, por askush s'ka të drejtë me drejtu gishtin nga një periudhë artë e luftës se popullit Kosovës për liri e pavarësi. Andaj uftoj gjithë vëllezër, i bashkangjitëm i ftesës së muftisë Republikës Kosovës. Dhe i bashkangjitëm i organizatorëve, të cilët e kanë lanë 17 shkurtin, ditën me protestu. Inshallah s'jemi vonë, dhe inshallah s'kemi gabu. Sepse nga njerën edhe mund t'jemi vonë. Por si do që t'jetë, unë publikisht deklarohem se unë jam me ushtarin e ushtisë në Kosovës, edhe nëse ka nejt vish 1 minutë në rafë, a i ka shumë vlerë më shumë se unë. Edhe për me do t'ketë respekt dhe i dalmit e Zotit Madrishëm. Sepse një popull që nuk i donë herojt, a i do të sundohet për njerëzve të huj, e do të poshtërsohet në njërë më të keqet mundshme. Ju ftoj të dashur vëllezër, që me 17 shkurt ti bashkangjitemi marshit. Edhe rrugës ti flasni fëmijëve tanë, atyre që se kanë përjetu luftën, atyre që kanë bërbandu në gjep, atyre që kanë bërbandu me informacionet gabushme për poplin. Dhe ti themi se kjo rruga krenaris, dhe sot let valvon flamuri i liris, por let valvon edhe një argument tjetër, se ky flamur ka është si rezultat i sakrificës së gjithë popullit shqiptar në krye me ushtrinë shqiptar Kosovës. Zoti Madhërisht na ndihmoft që si popull të fitojmë betejat me armiqtë tonë, të bëhemi lider të vendeve tona, të rrismi fëmijët në vendin ku ka dhënë Zoti me rrit, dhe t'ja bëjmë këtë vend më dashur sa çdo pjesë tokës tjetër në rrugën e tokës. Tu pe përfundoj, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.